Një person I lënduar si pasojë e goditjes nga vetura është dërguar në spitalin Isa Grezda për të marrë trajtim mjekësor. Sipas specialistit të mjekësisë emergjente Afrit Dervishi, I lënduari ka marrë trajtimin e parë në repartin e emergjencës dhe gjendja e tij po vlerësohet nga ekipet mjekësore. Rreth orës 13, autoambulanca Arovecit e ka pu një aksident komunikacioni ku I përfshirë ka qenë një këmbësor. Për momentin është në ekzaminim më sipër, si duket ka lëndime të lehta trupore. Ndërkohë, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov ka konfirmuar se rasti ka ndodhur rreth orës 12. Sipas saj, policia ka pranuar informatën se një person po trajtohej fillimisht në qendrën e mjekësisë familjare në Ratkoc të Arovecit, pas një aksidenti që kishte ndodhur në fshatin Dejn, ku ishin përfshirë një veturë dhe një këmbësor. Këmbësori ka pasur lëndime dhe më pas është transferuar në qendrën emergjente në Gjakov për trajtim. Ekipet policore bashkë me njësinë rajonale të trafikut rrugor janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me rastin, ka shtuar Krasniqi.